Mirëdita. Dita e djeshme shënoi një akt të pashembullt, multidimensional në historinë e Shqipërisë dhe të Europës. Dje Edi Rama mori përsipër presion e jashtëzakonshëm mbi gjykatën kushtetuese, presion të hapur, të dënuar me ligj në çdo vend, për të mbrojtur veten e tij dhe Belinden, pas shpinës cilës ka ngrënë vetë dardha dhe kumbulla të prishura. Edi Rama mashtroi në mënyrën më të paskrupull, mashtroi shqiptarët dhe Europën, sepse sipas tij Komisioni i Venecias nuk pranon apo është kundër pezullimit të ministrave. Krahas Komisionit Venecias, ai rrjeshton Gjykatën Europiane të Drejtave të Njeriut, e cila siç dihet është gjykata garante e Konventës Europiane të Drejtave të Njeriut. Le të marrim pak sulmin e paskrupullt, e pashembullt ndaj gjykatës kushtetuese dhe sistemit europian të drejtësisë, Komisionit Venecias, për sa mund kuptohet kur ky mashtrues shqiptar dhe ndërkombëtar i referohet Komisionit për ato të cilat ai kur nuk i ka thënë. Kur nuk i ka thënë. Edi Rama thot se pezullimi i Ballukut, duke referuar Komisionit Venecias, është jo proporcional. Është një mashtrim fund e krye. Komisioni Venecias kërkon vetëm proporcionalitet në çdo gjë, por Edi Rama harron se proporcionaliteti është një nga parimet bazë dhe të Kushtetutës së Shqipërisë. Dhe të Kushtetutës së Shqipërisë. Sepse është parim i Konventës Europiane të Drejtave të Njeriut. Antidemokratike. Nuk ka asgjë më demokratike se funksionimi i shtetit ligjor. Nuk ka demokraci pa funksionimin e shtetit ligjor. Dhe ky është një mashtrim që ai u bën shqiptarëve. Një gjykat ka ngritur padi, ka marrë në hetim dhe më pas ka ngritur akuzë padi penale ndaj një ministri për një aferë në të cilën shqiptarët humbën 97 milion euro, por në dokumentat bazë
50 milion euro. Antidemokratike do t'ishte në rast se nuk do guxonin apo do injoronin këtë super skandal të Belinda Ballukut. Antikushtetuese në përmbajtje, në asnjënen, Komisioni i Venecias ka qartësuar se pezullimi nuk shkel, nuk cenon kushtetutshmërinë. Parimi i pezullimit. Pra, parimi i pezullimit. Them dhe njëherë, nuk gjen kur një fjalë të vetme që Venecia të ketë shqipruar për ministër. Jo. Por, pezullimi thot si akt, thot Venecia, nuk shkel, nuk cenon si i tillë kushtetutshmërinë. Nuk cenon kushtetutshmërinë. Pra, Edi Rama mashtron në mënyrë të pacip, të turpshme. Nuk ka asgjë antikushtetuese. Sipas Komisionit Venecias dhe sipas kushtetutës dhe ligjeve të vendit, akti i pezullimit. Jo. Në nështrimin e ekzekutivit, sigurisht të gjithë jemi ndër ligjit. Këtu qenë ka puna. Pa diskutim që të gjithë jemi ndër ligjin dhe nga lashësia gjerësot të drejtën për gjykue zbatime apo mos zbatime në ligjit, shoqërit ja kanë besuar gjykatave, gjykatësve dhe prokurorëve. Këtu qenë ka problemi. Në nështrimin, nuk jemi mbi ligjin. Këtu Edi Rama dëshmon për mbajtjen e tij psiqike. Qenë ka mbi ligjin. Çfarë do thot kjo? Do thot që ekzekutivi është i aftë, për ekzekutivin nuk ekziston ligji. Vazhdon nga pozicione ekstremiste të majta. Kërcënim i paprekshmërisë së vullnetit demokratik. Dëgjojeni. Vullneti demokratik e kërcënojnë. Jo ata që mbrojnë ligjin dhe zbatojnë ligjin, por ata që vjedhin pasuritë publike duke shkel ligje dhe kushtetut. Kush e kërcënon vullnetin demokratik? E ka fjalën për kërcënimi pa prekshmërisë, po a nuk u largua Koçokogdhima nga parlamenti se kishte marrë fonde me Abisnetin? Pa lexojeni pak çfarë thot Gjykata Europiane e Drejtave të Njerëzit? A nuk kishte Koçokogdhima në parlament si përfaqësues, si i vullnetit demokratik të zgjedhësve? A ka mashtrues me ordiner se këte person që thot këte? Kërcënim i paprekshmërisë së vullnetit, pra nxjerrja për leskash jashtë nga parlamenti dhe grisja mandatit, që nga normale, po pezullimi, duke i lënë mandatin, duke mos e nu mandatin. Kjo qenë ka paprekshmëri e vullnetit, sepse pas kim lindur të pa pezullueshëm ne që votohemi. Që shtaj mor? Shministra jo, pezullohet. është funksion publik. Pezullohet.
e shpall në akt në presion e tij ndaj gjykatës kushtetuese, si një akt kundër ndarjes pushteteve. Po që kur është krijuar drejtësia, është krijuar pikërisht të mbikëqyrë pushtetet për zbatimin e ligjit. Ajo është besuar saj. Po në qoftë se beson, në qoftë se Edi Rama beson me ndarje pushteti, pa mundësinë ose pa ligjshmërinë e drejtësisë për të gjykuar, për të vendosur, për të ndëshkuar antar të degëve tjera të pushteteve kur ata shkelin ligjin. Atëherë, çfarë mbetet këtu? A e kuptoni ju se sa i rrezikshëm është ky njeri? Kundër standardeve të Venecias, edhe njerë, Venecia nuk ka asnjë gjykim, asnjë vlerësim për asnjë ministër që nga themelimi i këtij komisionit ndëruar gjerësor. Pse? Se nuk ka ministër të pa fytyrë të pa cip, që pasi të kapet duke vjedhur dhe të akuzohet nga drejtësia të shkojnë në Venecia të kërkojnë shtep për të mbrojtur. Që nuk ka. Nuk ka shkuar. Nuk ka shkuar njeri. Po, Venecia ka vlerësime për nenin e pezullimit. Konkretisht, neni 117 të kodit procedurës penale të Kosovës. Në cili absolutisht e gjën plotësisht të përputhshëm me Konventin Evropian të drejtave të njerëzit, me Kushtetutën e Kosovës, por thekson që duhet të ruaj proporcionalitetin. Thekson duhet të ketë bazë ligjore, pra përcakton kushte të cilat në rastin e Ballukut jo janë mbushur, po janë stërpërmbushur. Pra, Venecia nuk është ngritur në mënyrë, nuk thot në asnjë këshill të saj se pezullimi i zyrtarit publik nuk ka të bëjë me ministrit. Në asnjë prej tyre. Kundër jurisprudencës së gjykatës europiane të drejtave të njerëzit. Mashtrim dhe vetëm mashtrim. Asnjë ministër nuk ka marrë mundimin pas pezullimit të ankohet në gjykatën, por ka dhënë dorëheqjen. Dhe vazhdon. Të pezullosh një ministër nuk do thot të pezullosh thjesht një individ, një funksionar publik të cili do nivel, po do të thot të pezullosh një autoritet me fuqi ekzekutive vendimarrëse në një a më shumë sektor dhe kësaj ti pamundsosh ministrisë përkatëse të përfaqësohet në Këshillin e Ministrave dhe të propozojë qeverisë vendimeve. Mashtrim dhe vetëm mashtrim. I patur. Kur një ministër smuret 6 muaj dhe e pezullon i gjithë fuqishmi, është zëvendësi që përfaqëson ministrin në Këshillin e Ministrave, që bën propozim për vendime, që kryen detyrat e ministrit. Pra, me këtë që thot, pranon fajsin e vetë, sepse përpiqet të mashtroj publikun me çdo lloj argumenti, po u pezullua ministri, nuk ka kush sjell vendimet,
vendimet i sjellë zëvendës ministri, po ai vetë do pezullohet. Sepse lubia, 80% firmave në vend të kryeministrit janë të lubisë. Merrni pak. Çfarë do u thotë shqiptarëve ai kur të kërkojë gjykatë si pezullimin? Se s'ka kush paraqes në mbledhjen e Këshillit të Ministrave? Po i paraqes zëvendësi. Ka diskutim. Nuk ka asnjë ministër në Shqipëri. Nuk është zgjedhur nga sovrani si ministër. As vetë kryeministri nuk është zgjedhur si kryeministër. Ka një vend në botë, një vend mund të ketë edhe tjera, se u them, po, ka Izraeli, në të cilin zgjidhet, votohet kryeministri në zgjedhje të përgjithshme. Dhe në mos gaboj, nuk e di presidentin e zgjedh nga Kneset apo e zgjedh nga populli, por kryeministri zgjidhet. Në Shqipëri jo. Jo. Kështu që ikë një kryeministër, s'ka si, çfarë ka këtu? E kuptoni ju se ku shkon nga të merri paniku dhe frika që ka? Çfarë mendoni ju? Se ky që hall në lubis, po ky nuk pyet për njeri në botë kur vjen puna për veten e tij. Sado që e ka keq përdor lubin në shkallë ekstreme, ai do të alshon të atë në lan 100 herë, po se lëshon dot se janë mesazhet në dosje në cilat është më delinkuent Rama se sa lubia. Janë mesazhet. Edhe nuk janë vetëm dosje. Po. Pranaj ky konstitucionalisti i madh thot, pranaj ministri, rrin detyrë ose largohet nga detyra me dorëheqje. Dhe po s'da dorëheqje, rrin detyrë. Nga kryeministri. Dhe po se hoqi kryeministri kur është bashkëfajtor me të, rrin detyrë. Apo in extremis në denim të formës së prerë sipas ligjit. Këto janë trillime dhe mashtrime. Komisioni Venecias, me qenë se i referohet, nuk ka asnjë fjalë, në asnjë rresht, në asnjë këshill për ministra. Por, pezullim mas të pezullimit e parashikon së pari për të mbrojtur të dhanat e hetimit. Së dyti për të parandaluar i përsëritjen e të njëjtit krim. I ka të stipuluara në këshillën e vet. Kurse për Edi Ramën vetëm kur të dënohet, po ky është një kaq i inkriminuar, i ka humbur mendja këtij. Ky është shef vetën, ky nuk flen më. E dini ju, e kam thënë dhe e them prapë këtu. Shkon një vdekur me një gjallë, keni parë, s'keni parë. Apo më mirë ta themi të plotisa, cili viu, kush kja bën ja bën vetiu. Keni parë, s'keni parë, shkon një vdekur me të gjallë, hypur të dy në një kalë. Hypur të dy në një kalë. Tani, gjajni vetë. Po kjo është e vërteta. Prandaj kishte dalë dje, unë i bëj thirrje, t'i hapin padi penale për presionin që i bëri gjykatës. Dhe thot, pasi rrjeshton ato, apo në ekstremis, me denim të formës prerë sipas ligjit, tjetër nuk ka, thot. Prokurorit gjykatat nuk hynë fare në këtë mes dhe nuk e bëjnë kurse si këtë. Asnjëherë, askund në Europë, mashtrus, shumë raste në Europë. Çfarë ti thuash? Ka turp ky, po i ka plas nga Afrika, nga tmerri. Është i aftë të thotë shqiptarëve çdo gjë. Të thotë çdo gjë.
jep orientimin tani. Dëgjojeni. Gjykata kushtetuese të jap drejtim çështjes së kësaj rruge të pashkelur askund në Europë, por me sa jemi informuar deri tani, askund në botë. Ky, po të mos jemi para një mashtrimi ndërkontinental, europian dhe ndërkontinental, nuk ja vlen të merresh me të. Janë kryeministra të pezulluar nga gjykata. Janë kryeministra që pasi është shpallë hetimi janë larguar. Janë ministra, një seri ministrash, që për mbrojtje të dhënave dhe parandaluar përsëritjen e akteve janë pezulluar nga gjykata. Por ka të drejtë në një pikë. Në një pikë ka të drejtë. Gjykata nuk mund të kishte vendim tjetër përveç arrestimit të Lubi Ballukut. Ajo edhe tani vazhdojnë të prishin provat me Edi Ramën për krimit që kanë kryer. Po, ajo duhet arrestuar. Dhe zyrat duheshin të gjitha vënë në sekuestro. Të dilte do të shkonte diku tjetër drejtonte qeverinë. Por thot, të ndaj me ju çfarë thon Komisioni Venecias dhe Gjykata Europiane e Strasburgut për këtë çështje. Nuk mund të ketë njëri më të papërgjegjshëm. Qëndrimi i Venecias në fakt është shumë i prerë. Edhe njerë, sipas tij, gjykatat nuk duhet të pezullojnë antarët e qeverisë sepse duke bërë këtë spari cenojnë balancën e pushteteve. Absolutisht mashtrim në çdo germ, në çdo fjalë, në çdo frym. Një përkufizim i tillë nuk ekziston në asnjë nga këshillimet, çështjet e trajtuara nga Komisioni Venecias. Nëse gjykata thotë e pezullon, ajo praktikisht ndërhyn në punë të qeverisë. Po gjykata dhe prokuria janë për ndërhyrë në çdo çështje që ka krim. E ndron përbërjen e ekzekutivit. E shpëton ekzekutivin nga kriminal. Dhe në ekzekutiv nuk emëron gjykata ministrin tjetër, se emëron po ai që ka emëruar atë që ka kryer krimin. Dhe është zëvendësministri. Merr kompetenca që i takojnë kryeministrit dhe presidentit. Absolutisht jo. Por, kur kryeministri dhe presidenti janë të zhytur gjerë të vesht, atër del njëri në emër shtetit që bën ligjin. Venecia, dhe kjo konsiderohet nga Venecia, thot, shkelje palejueshme e kufirit ndarës midis pushteteve. Të gjitha këto, Partia Demokratike do të bëjë një padi për mashtrim publik ndaj Edi Ramës. Ai do paditet që nesër për mashtrim publik para qytetarëve për këto që shkruan. Nuk ka asnjë dokument të Venecias që të thotë se pezullimi i një ministri është shkelje palejueshme e kufirit ndarës midis pushteteve. Së dyti thotë, duke bërë këtë gjykatat krijojnë mundësinë e instrumentalizimit të drejtësisë dhe Venecia paralajmëron përveç kundër judicial overreach ose shqip shtrirje së krahut gjyqësorit përtej kufirit ndarës me politikën.
sepse kjo përpasoj hap rrugën presioneve politike. Shiko tani çfarë bën ky. Dëgjoj Rufjani. Thotë se është Erion Veliaj prapa vendimeve. E kuptoni ju? Se nuk mu thot fajnë e ka Saliu, Osman. Dhe kuptohet këtu aj akusa. Po si mund? Si mund të thot një çmendur? As njëri normal se thot të kurra. Se kjo i hap, përpasoj hap rrugën e presionit politik dhe i qeverisë. Destabilizimit institucional. Destabilizim sjell vjedhja dhe vetëm vjedhja. Përkundrazi, largimi i hajdutëve i shërben stabilitetit të institucionit. Manipulimit të ekzekutivit përmes proceseve penale. Këtu i shkon gjuha tek vendi, tek dhmalla, tek vetja ti. Këte kryequn, me qenë se vetë është i implikuar, tani thot, këta godasin Belindën, që të më godasin mua, po do të vi dhe të këti. Në mos drejtësia populli do vi, ta garantoju këte. Nuk ke shans të shpëtosh. Jo. Ik më mirë, jep dorëheqje, largohu se në mënyrë absolute shqiptar do të krejnë nga i vend. Shqiptar, shpike, ministrat kanë funksione politike, jo administrative. E ndëgjoni çfarë flet? Ky jeri i tregon me këtë se është i aftë të përqafoj standardin e ignorancës pa dijes së plot në ato që thot. Vetëm të mbrojë veten e tij se për Belindën e kishte hedhur 100 herë në lanë. Ministri nuk është zyrtar administrativ. Ministri emërohet me akt administrativ. Deputeti zgjidhet me mandat nga populli, ministri emërohet me akt administrativ. Dhe ky bën një mashtrim të madh publik për cilë do shkoj përsëri në gjykat, në prokurori, si mashtrues publik. Së fundit, dëgjojeni, pezullimi gjyqësor i ministrit është de facto presion për shkarkimin e tij. A ka avokati më të neveritshme se kjo? Imagjinoni ku shkon kryeministri. Në vend se të thot, në këtë rast kryeministri i detyruar të shkarkojë ministrin. Kur ministri sjep dorëheqje, shkarkon kryeministri. Tani thot se është presion për shkarkimin e tij. Pa ata që kanë standarde dhe etike, morale, a kjo është sigurisht detyrim për largim. Nuk pezullohet një individ, mashtrim publik, por pezullohet krejt vendimarrja për një apo shumë sektor në ministri. Jo, ka zëvendësministra që mbulojnë sektorët. Dhe që në momentin që ministri nuk është në detyrë, marrin automatikisht detyrimet e tij. Dhe kjo, thot, është këmbë e krye jo kushtetuese. Ky s'ka njëri, ky është i trallisur në Afrika, nga të merri. Atëherë që në kanë zëvendësministrat jo kushtetues, që në kanë zëvendësministrat jo kushtetues, pra ky s'din ç'flet. Komisioni Venecias mashtron ky, ka theksuar shprehimisht një prej parimeve të demokracisë parlamentare është që qeveria mund të shkarkohet vetëm nga organet politike, jo nga organet gjyqësore. Ministri nuk është qeveria, është një ministër. Është një ministër. Pse shkarkohet një ministër nuk është të vërtetë që shkarkohet qeveria. Absolutisht. Dhe është të vërtetë, unë nuk ditë këtë thonë ku, po është e vetë kuptueshme. Nuk shkarkon gjyqësori një qeveri. Qeverinë e shkarkon ata që i kanë dhënë mandatin, po ky është i mashtrim.
por ministri nuk është qeveria. Jo. Qeveria është këshilli i ministrave. Imagjinoni tani ju. Rama dhe Lubia që kanë vjedhë 50 milion që kanë qeveria. Kënë dy hajdutët. Që duhet ikin natën nga qeveria. Pra nuk është ka kohë qeveria, është pezullu një ministër. Asë një vendim, asë një opinion, asë një raport i Komisionit të Veneciave nuk deklaron se gjykatat nuk mund vendosin pezullim. Kjo është absolute. Lidhur me gjykatën europiane, pohon vetë që nuk ka asnjë rast, po se s'kon ministri, nuk ka përveç hajdutët në qeverinë shqiptare, të tjerë nuk e bëjnë këtë. Pra, si përfundim, Edi Rama do pa ditët nesër për mashtrus publik dhe nenin njeriu që kërkon të pengoj drejtësinë. 2 nene, 2 vepra penale të rënda. Po. Citon Parime. Së pari, thot Strasburgu, thot se masat e sigurisë nuk mund të përdoren për qëllime politike. Atër tregon që këtu qeverisë Erion Veliaj. A tha një fjala i kur u vendosen masat, t'ju pysun ju, për Erion Velin? Jo. Për kundrazi. Jo e pezulloj, mor. E shkarkoj dhe shpalli zgjedhjet. Në kundërshtim. Jashtë proporcionalitetit. Po, është të vërtet, se proporcionaliteti i takon të ishte në burg Lubia. Kemi të vërtet këtu. Po pse Erion Velia u fut në burg me akuzën 1 milion euro, ato garderoba, kurse kjo me të qartë 50 milion euro, nuk prish provat? A kemi një standard? A do flasim për një standard? Jashtë profesionalitet. Pra, është jashtë profesionaliteti. Profesionaliteti e kërkon të që t'ishte në burg, jo pezullim, në burg. Dhe treta, për të ndikur, nuk mund përdoret për ndikur ekzekutivin. Të faktoj, çfarë interesash ka gjykatësi dhe prokurori që kanë vendosur këtë mas, çfarë kërkesash kanë ata ndaj ekzekutivit që pas kanë dashur të bëjnë presion. Shpifje, edhe kjo do të rënditet në aktpadin tonë ndaj tij. Pra, sa herë ta komentosh këtë, të gjen një mashtrues ordiner, publik, të papërgjegjshëm, i të merruar gjerë në palc nga vjedhjet që ka bërë bashkë me Lubin, sepse ka marrë, ky e ka çuar Lubin në Ankara dhe jo Lubia atë, dhe atje është bërë pazari i vjedhjeve, dhe tani i bën gjykatës kushtetuese presionin në të madh që i ka bërë kush ndonjëherë në historinë e këtij vendi. Pra, ky është Edi Rama. Tani unë jam i hapur për çdo pyetje. Zoti Berisha, teksa akuzoni kryeministrin Rama se po i bën presion gjykatës kushtetuese, po ju a keni një thirrje për kushtetuesen një ditë para se ajo do të mblidhet në seancën e 2 dhjetorit për të vendosur nëse do ta kalojë apo jo për shqyrtim ankimimin e qeverisë, dhe duke marrë parasysh që kjo seancë është shtyrë pas ikjes së Holta Zaçajt dhe me drejtimin e komanduar të Marsida Xhaferllarit. Faleminderit. Nuk mund të... është një moment jashtëzakonisht kritik për vendin. E them këtu, është një moment kur
kushtetuta shteti ligjor janë sulmuar në mënyrën më të egër, më antikushtetuese dhe antidemokratike, është i moment që një vendim gjykate do t'ishte përcaktues për të shpëtuar nga vdekja e sigurt klinike e funksionimin e ligjit në Shqipëri. Se çfarë do vendosin ata, nuk mund të them. Ajo që mund të them unë këto, që Edi Rama mashtroi publikun shqiptar ndërkombëtar dhe për presion ndaj gjykate, duke cituar Komisionin e Venecias për opinione që ai kur nuk i ka dhënë. Të nxjerr, hajde dalim sonte në media, edhe të nxjerr ku i ka. Shkojmë në debat. Ku i ka vendimet e Venecias kundër pezullimit të ministrave? Ku i ka pretendimet e tij se pezullimi është antidemokratik, është jo kushtetues? Në një kohë kur Venecia thot akti i pezullimit është kushtetues. Pra, unë uroj që gjykata mos bjerë viktim e presioneve të gjithanshme mafioze që po bëhen përveç saj që keni dëgjuar ju, presionet jashtëzakonshme më thonë burime të ndryshme, po bëhen mbite. Unë nuk e di se çfarë do vendos ajo nesër. Por çdo tezë e shtruar nga Edi Rama, jo, nuk ka ndodhur në Europë, ja ku janë zinxhiri pafund atyre që janë pezulluar. Jo, është antikusht, jo, ka thënë Venecia, asnjë fjalë Venecia. Gënjeshtër. Sepse kjo do t'ishte gjë më madhe për vendin. Absolutisht Edi Rama s'do mund ta mbrojë vjedhjen e tij. E garantoj që nuk do mund të mbrojë vjedhjen e tij. Edi Rama po përpiq të mbrojë vjedhjen e tij, por nëse gjykatat nuk veprojnë, do veprojnë qytetarët. Andon Kello nga BC News. Zoti Berisha, Partia Socialiste ka propozuar ndryshime në reformën në drejtësi. Ka çuar në parlament 2 amendamente, të cilat parashikojnë korrigjime në 2 ligje të sistemit drejtësisë, atë për statusin e prokurorëve dhe gjyqtarëve dhe organet e qeverisjes së sistemit drejtësisë. Por ndryrja kryesore është ashpërsimi i kritereve të pasurisë dhe integritetit të figurës për përzgjedhjen e anëtarëve të KLP-s dhe KLG-s që vijnë nga jashtë sistemit të drejtësisë. Tani, këto 2 ligje kërkojnë konsensus në parlament, pra mbi 84 vota. Dijeni cili është qëndrimi juaj dhe... Jo, ne nuk marrim pjesë në asnjë ndërhyrje në ligjet e reformës drejtësisë. Nuk marrim pjesë. Ne i kemi shprehur qëndrimet tona. Ata duan të hapin shtegun, se ju e dini që ata kanë përgatitur kodin penal, nga i cili kanë hequr shpërdorimin e detyrës për të shtuar zinxhiri i hajdutëve të tyre nga Rama e poshtë. Pra ne nuk kemi asgjë të përbashkët me propozimet e tyre për ligjet për drejtësinë. Jo, ti bëjnë vetë ata, i kanë votat. Zoti Berisha, Isa Mizura nga Ora News. Javën e kaluar një kafe e disa eksponentëve të Partisë Demokratike trazoi selin tuaj. Gjatë kësaj periudhe, a keni pasur ju takim me persona që u mblodhën në këtë takim informal, zotin Saliani, Ali Mehmetin apo dhe të tjerë? Së pari, unë kam pritur dhe pres çdo ditë
antar mbështetës dhe drejtues të Partisë Demokratike, cili do që kërkon takim, ose persona që i thras për arsye pune. Së dyti, kjo parti ka forumet e veta dhe ka forumet demokratike në cilat çdo antar, çdo drejtues, çdo mbështetës është i ftuar të shpreh lirisht çdo mendim. Natyrisht, duke thënë këtë, nuk kam normen t'i them asnjëriu që ato mendime mos i shpreh publikisht edhe në mediat e qeverisë apo në ku të dush. Por normale në një parti, kudo është që mendimet, propozimet, opinionet, kritikat të shprehen brenda forumeve të partisë. A kam pritur? Po. Kanë ardhur prej tyre dhe kanë ardhur vetë, nuk kam thirrur asnjërin prej tyre, normal. Sepse një kafe, mund absolutisht, nuk janë çdo njeri është po. Por kanë ardhur dhe kam biseduar për, po janë, edhe kam thënë dhe e them, ato janë personalitetet të çmuara të Partisë Demokratike. Natyrisht, Partia Demokratike, si çdo forcë tjetër politike në Shqipëri, në Europë dhe në botë, ka aktivitetin e saj brenda forumeve të saj. Do të bësh edhe një pyetje që se lë dot pa ta bërë teksa the që zoti Rama është duke sulmuar, shantazhuar gjykatën kushtetuese. Ju jeni një politikan i cili shpesh herë keni sulmuar në fakt gjyqtar dhe prokuror, sidomos drejtuesin e prokurisë speciale, zotin Dumani, ish drejtuesen e GKK, zonjën Irena Gjoka, dhe gjykatës dhe prokuror të tjerë. A bie ndesh kjo me ato çfarë keni thënë? Absolutisht jo. Në qoftë se unë ish kryeministër, ish president, njëri që ja u them këtu, besimi im politik është ligji dhe kushtetuta, dhe kjo është faktur i sa. Armiqtë e mi shqyrtuan me vërtetarinë time 34 vjeçare dhe kanë sjell 0 shkelje ligji. Ata mashtruan, në rast se u kujtohet, se ka marrë vendime për të ndihmuar dhëndrin. Ju kujtohet kjo. Por kur i thonë një fjale që gënjeshtra i ka këmbë të shkurtra, doli që gjithë jetën e tij Sali Berisha nuk kishte marrur kur një vendim nominal për të favorizuar njëri, përveç se njëherë po e them këtu tani se s'është, ka marrë një vendim për Ismail Kadaren. Kur shtëpia e tij në Gjirokastër u kërkuar nga shteti që të bëhej muze, për atë arsye qeveria vendosi t'i dhuroj një shtëpi në Golem, mos gaboj, ose në Karpën, diku aty në atë zonë. Ka që gjithë, ky është gjithë jeta, po. Dhe atë e kam bërë me vendim Këshillit të Ministrave, me ndërgjegjet plot që ajo e meritonte pa asnjë diskutim, nderet do në qofë se shteti i detyroi kujt, i detyroi atij dhe kombi për kontributin e jashtëzakonshëm. Ky është i vetmi vendim nominal.
në i të gjithë karrierës time politike. Edi Rama, vetëm për të vjedhur me ligj, me vendim, tokën e pronarve tek uzina Dinamo, për cila është ajo, ka 4 vendime me emër për Carlo Bolinon. Ka vendimin për Olsi Ramën, janë 4, sepse ka vendim për pronën, për tokën, ka vendim për t'ja prish ndërtesat, ka vendim për t'ja ullë çmime tjerë me radhë kushinat punë, me emër. Dhe ka sa vendime tjera të gjitha. I 38.000 metër katror tokë i ka dhanë Olsi Ramës të Krapi Treshit, si drejtor i sipërmarrjes së klubit Partizani. Pra, në këtë aspekt, në qoftë se Sali Berisha ka shkel kundër ligjin, është i ftuar çdo person ta denoncoj. Por unë nuk mund të thuash ti mua se po bëj presion kur unë kryej detyrimet e mia publike. Në rast se një gjykatës qëndron detyrën kundërshtim me kushtetutën, Irena Gjoka, i dashur Isa, është në kundërshtim me nenën e kushtetutës që e detyron atë të largohet sepse nuk ka integritetin për 1, 2, 3, është e përcaktuar në kushtetutë dhe në ligjin e drejtësisë. Dhe e mban Altin Dumani, Altin Troplini, sepse i hapi hetim paraprak edhe pasjellën të gjithë dokumentat. Çfarë duhet bëj unë? Në qoftë se unë shoh në dosje, më thuaj. Në qoftë se unë shoh në dosje që shkruan, prokurori ka ofruar Suelçela 30.000 euro. Jo, nuk e marrë, duhen 70.000. Dhe është aty me te. Çfarë duhet të them unë kur shkruhet aty? Taulant. Merr vat stakën dhe shko e nxirri nga burgu ata që vendosen tritolin në shalën e bicikletë Lulzim Kullës. A janë kriminale këto? Kur ti nuk i dënon, kur ti injoron. A nuk është ky bashkëpunim me krimin? Unë uroj që drejtësia të gjej forca për të pastruar nga këta individ. Se këta s'bëjnë drejtësi. Nuk bëjnë drejtësi këta, ta them unë. Urdhër shnop. 4 vite ka banda e Troplinëve që menaxhon Durrësin. Me 10 tonelata kokain ka shpërndarë nëpër Europë. Dhe zotëria e tij s'ia konfiskon hotelin. E kupton? Që e kishte me atë kompaninë franceze. Jo, s'preket ai. Si thot Rama, mos e prek, se jam unë ndërmjet si tyre. Pra, s'pari, a duhet këta të zbatojnë ligjin? A duhet zbatojnë ligjin? A duhet këta, a ka fakte më flagrante për dhunimin për krimin elektoral se sa dosja e botuar në Gjermani dhe në gjithë botën? A duhet zbatojnë ligjin? Në qoftë se këta zbatojnë ligjin, atë këta janë bashkëpunëtor me krimin. Dhe të mos i denoncosh, jo do i denoncosh, në emër të interesit publik. Në emër të interesit publik. Nuk ka asnjë krahasim pra në qëllimet e Ramës. Rama po mbron korrupsionin, unë po dënoj korrupsionin e tyre, po dënoj lidhjet e tyre me krimin, por po e dënoj me fakte. Se dosjet e krimit elektoral janë kombëtare dhe ndërkombëtare. Se dosja Toyota Yaris merrni ju, që do të ta mante sekretaj, se çfarë thuhet për taulant ballën aty. Ministri që i thoshte atyre, mi kaloni mua se i mbaj unë tani, i vonoj unë që dalin jashtë afatit të dalin në parashkrim. Këto, si mund t'i ka përdi unë këto? Nuk mund t'i ka përdi. Mandatin ndërkombëtar të Elvis Doçit. 1 muaj në xhep, sa i po merrin me zgjedhje dhe pastaj do të çan ferë dhe ikën. A është bashkëpunim ky?
Ja thë se ma bërë policia. Jo, kur një nga këta qopjat që u arrestu që në Kosovë, jo, tha, e kemi pas nga prokuroria, se kam pas njoftimin nga policia. Policia nuk është se s'ka akusure, no, u vradje. Tani, e vrau Proda, po kush e vrau nuk e di. Po Proda është antar i bandave. Të themi atë që është, apo jo. Nuk mund ta mohoj kush që Proda është i tyre. Nuk marrë përsi për të gjej vrasin, sigurisht. Por dikte që Proda është antar i tyre, dhe e di të gjithë, se di unë. E di Rama, për Rama për në e mbanë. Dhe e din më mirë Troplini, Altin Troplini. E di shumë mirë. Ku qofë se din tje dhe thua policia, por jo, po në qoj, ti kape, fute, jebi, tani, a i shërben ti këti vendi, apo jo? E pa jo koka. Dhe mos krasonit pa krasushmet. Jo, e them tamam, në interes të punës, pa për mua. Osman Stafa, News 24. Zotë Berisha, në datën 8 janar 2022 ju keni sjellë përpara Partisë Demokratike qindra demokrat për të marrë Selin, pra që atëherë drejtohej dhe që ishte Lulzim Bashës. Duke marrë parasysh përplasjet e demokratëve me njëri tjetrin që u zhvilluan pra në sytë e kamerave në atë ditë, duke marrë parasysh edhe shkallmimin e dyerve, e tentativat e tjera, gazin lotësjellës, e çdo gjë tjetër për atë që ju e besonit dhe që në fakt ka qenë në interesi juaj për Partinë Demokratike. Po kur vjen puna pastaj tek vjedhja apo akuzat që ka ngritur prokuroria ndaj Belinda Ballukut si zëvendës kryeministre e Shqipërisë, 50 milion euro apo akuzat e tjera për unazën e madhe, ju nuk bëni asgjë pra për atë që është interesi i qytetarëve, madje jeni shumë të butë. Pse ndodh kjo, zotë Berisha? Vikeq, ne jemi dhe do jemi në mbështetje të kësaj mase, ne po e ndjekim, por unë nuk mund të them se do pranoj unë Belinda Ballukun si krye hajdutet në tunelin Llogaras, është Rama. Dhe prandaj ne ngulem platformën para kryeministrisë. Nuk ikim ne, Andaj Osman. Nuk ikim ne, aty jemi ne. Jo, nuk ikim. Jo them një gjë unë, ne këtë betejë kemi vendimtare, ta di çdo shqiptar. Kjo është një betejë vendimtare. Po. Sepse ne jemi në një autokraci, në një diktaturë autoritare, apo autokraci elektorale, është e njëjta gjë, por ndallim nga disa autokraci elektorale tjera, kjo ka fuqinë e pamatshme, e jashtëzakonshme të drogës. Dhe po e rënon vendin. Ne nuk ikim, ne kemi filluar analizën, do fillojmë analizën, por i garantoj se ne tani strategjia jonë është betejë vendimtare për të rikthyer shqiptarëve votën e lirë. Kjo është e gjitha. Pra edhe njërë, për ne Lubi Balluku është hajdutja me madhe në historinë e Shqipërisë pas Edi Ramës dhe Lubia numër 2. Është drejtoresha e kopshtit privat Edi Ramës. Linda e Akshit. Edhe ajo Osman. Edhe ajo është, i ka falë Zoti motra siameze në vjedhje. Po Lubia ka patur para sa asnjë ministër në historinë e shtetit shqiptar në 100 vite. Në dorë. Ja, asnjë. Dhe pyetja e dytë, zotë Berisha, çfarë duhet të ndodh, po pyes jo vetëm në kontekstin shqiptar, por ndoshta edhe europian, çfarë duhet të ndodh pra një opozite më shumë se sa një zëvendës kryeministre, pra të hetohet për korrupsion, të ketë akuza që ju keni bërë vite, pra 3-4 vitet e fundit, përveç Edi Ramës, më i akuzuara
është Belinda Balluku me pas Erion Veliaj. Kur në fakt edhe protesta që ju keni bërë përpara Bashkisë Tiranës kanë qenë thuaç më të forta sepse keni përdorur, pra keni hedhur molotov, jeni përplasur me policinë, keni djegur goma, ndërkohë në 2 foltoret e tuaja deri më tani kanë qenë thjesht foltore. A mos ndoshta po doni të justifikoni mos prezencën e njerëzve, pra protestave masive me foltoren, sepse nuk mund t'i organizoni dot? Mendoj se edhe njerë kjo është beteja përfundimtare. Dhe ne nga kjo betej nuk shqitemi, ta dish këtë. Jo, ta di çdo demokrat. Ne nuk tërhiqemi, ne kemi filluar atë, mund ta filloni në mënyra të ndryshme, po kemi gjykuar që kjo është një mënyrë, një foltore, absolutisht. Po funksionon, do funksionoj, por është në detyrimin tonë të padiskutueshëm të shqyrtojmë të gjitha format të ndajmë Shqipërinë nga kjo e keqe. Të nuk kërkojmë asgjë tjetër, vetëm se qytetarët shqiptarë të votojnë me votën e tyre të lirë. Kjo është kërkesa jonë. Tani është prova jonë. Kjo është prova jonë. Ne kemi bërë të gjitha tjerat, tani kjo është prova jonë. Pra mendoni se me foltore do ta rezoni Edi Ramën? Jo, nuk mendoj se me foltore. Kanë qëllimet e veta, jo. Sigurisht unë sem naiv. Por foltoria është zëri. Është zëri i qytetarëve, i parlamentarëve, kundër kësaj qeverie. Është një tribun. Por keni 12 vite që flisni. Urdhë, në diktaturat autoritare që shtypin pluralizmin, pra që gabisin votën, ato me votë nuk ikin. Unë e kam thënë, tani, unë në vitin 2021 nuk kisha asnjë lloj roli dhe funksioni, por kam deklaruar pas nesmën e votimit, vota vdiq pa hyrë në kuti. Për fat keq ajo ignorue në atë kohë. Tani ne e mbrojtëm votën në kuptimin e asaj, sot ka një denoncim universal ndërkombëtar nga raporti OSBE-Odirit, nga rezolutat e partive si motra, dhe qeni të sigurt që ato bëjnë efektin e tyre, jo menjëhershëm, por pa efekt ato nuk janë. Dhe ne shkojmë drejt përmbushjes misionit tonë.